Në një kohë kur diskutohet që fituesi I tenderit për mirëmbajtjen e rrugës së Kombit pritet të jetë konsorciumi shqiptar, Ministri I Transporteve Edmond Haxhinasto thotë se Komisioni I Vlerësimit do ende kohë të merret me shqyrtimin e ofertave të paraqitura. Ministri u përgjigj interesit të medias duke thënë se komisioni është brenda kohës që I lejon ligji, ndërsa pritet dhe vlerësimi që do t'jap IFC, konsulenti për këtë koncesion. Jemi brenda afatit 60 ditor të vlerësimit të ofertës, siç mund ta kuptoni dhe ju vetë. Ky është një proces nderimi shumë kompleks, shumë I rëndësishëm, me shumë përgjegjësi. Na duhet sigurohemi që ofertat janë solide në të gjithë tërësinë e tyre, në aspektin ligjor, në aspektin teknik, në aspektin ekonomik, që ky koncesion të mos jetë pengesë, por të jetë përkundrazi, të jetë mënyra më optimale për ta vendosur në qëndrueshmëri këtë rrugë. Vlerësimi ekonomik I ofertës është çështja e fundit. Më përpara duhet sigurohemi të gjithë kompanitë që marrin pjesë në tender kanë kapacitetet, kanë mundësitë për të bërë ato që marrin përsipër, ato që çfarë pritet nga kompania. Nëse do të ketë një fitues, ky do të jetë koncesioni më I rëndësishëm në infrastrukturë, ndaj dhe tenderi për mirëmbajtjen e rrugës Kombit është kompleks dhe I ndërlikuar, po a rrezikon edhe kjo garë të dështojë si tre të parat? Unë nuk do përdoja fjalën dështim, unë do thoja që në fund komisioni I përkatës duhet bëjë vlerësimin nëse ky është një tender në interes publikut apo nuk është në interes publikut. Kjo është matësi I këtij tenderi. Kjo është hera e katërt që në kohë të ndryshme qeveritë po tentojnë të kalojnë mirëmbajtjen e rrugës tek privati, por tenderat kanë dështuar pasi ofertat nuk kanë qenë me leverdi ekonomike. Edhe gara e fundit është veshur me hije dyshimi për manipulim. Ekspertët kanë komentuar se forma e ndjekur dhe kriteret e përcaktuara favorizojnë firmën shqiptare.